Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur në minutat në këndin e të ftuarit. Natyrisht aktualiteti politik do t'jetë kryefjala. Zhvillimet brenda forcës më të madhe opozitare në vend janë në prag të thirrjes protestës kombëtare. Më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është zoti Luciano Boçi, deputet i Partisë Demokratike. Boçi, mirë se vini. Mirë se vgjeta. Tani, të premten Këshilli i Mandateve mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, ndërkohë konferencën për shtyp të sotme kryetari i Partisë Demokratike e ka nisur me një pretendim, pra ai bën me dije se kryeparlamentari Peleshi ka mbyllur në kasafort provat e dorëzuara nga SPAK sa i takon rastit në fjalë. Ju dëgjova edhe më herët në qëndrimet që ju keni mbajtur për këtë çështje, ju thoni Rama është në panik, do të rezistoj, do të mundohet të bllokoj drejtësinë, opozita si do ta fokusoj aksionin e saj. Tani jo se e kam thënë unë, e ka thënë vetë Rama, apo jo, me prononcimin e tij. Interpretimi që ju i keni bërë. Po jo interpretimi, thot ai që do mbajmë një qëndrim tjetër. Qofse në rastet e tjera ne kemi lënë drejtësinë të bëjë opinion, thotë Rama. Punën e saj, ne do përcaktojmë qëndrimin tonë. Qëndrimin në vazhdimsi lidhur me procedurat e heqjes së imunitetit të zonjës Balluku. Dhe po ta lidhësh me alarmin që sot ka hedhur zoti Berisha, duket që ka një lloj mase paraprake, ndoshta për ta futur në ngërç procedurën, se është një nga format për ta bllokuar procesin e heqjes së imunitetit, sikurse janë dy format e tjera që lidhen me votimin në Këshillin e Mandateve, ku majoranca ka shumicën, apo në qoftë se ka përcejt kjo pengesë dhe Këshilli voton pro dërgimit në seancë, atëherë ka seanca në dorë ku dihet që PS-ja ka shumicën dhe aty në bazë të paralajmërimeve që ka dhënë Rama, duket që nuk ka një vullnet politik nga PS-ja për t'i hequr imunitetin, sepse ky vullnet është shprehur tashmë. Kryeministri shumë thjesht mund kishte pranuar pezullimin, ta kishte zëvendësuar dhe ta kishte lënë drejtësinë bënte punën e saj, ka rezistencë, dhe rezistenca është me dërgim gjykatë kushtetuese, atij vendimi është referuar Rama dhe ka thënë që do rishikojmë qëndrimin. Ka dhe një përgjigje tashmë nga gjykata kushtetuese. Dhe sigurisht duhesh një përgjigje, përgjigjja është dhënë nga gjykata kushtetuese, ndërkohë që organi i drejtësisë ka proceduar sipas rregullit vet, sipas dhe akuzave që janë ngritur, se janë shtuar akuzat dhe në bazë shtimit të akuzave ka përcaktuar që është e domosdoshme një masë tjetër më e lartë se pezullimi, që është arresti. Masa arrestit nuk e di në detyrim paraqitje apo në shtëpi apo arrest me burg, qartësohet tek aktet që janë dërguar. Dhe unë mendoj që këtu është çështja e debatit. Në fakt, nëse futet në procedurë dhe hyn në ngërçin e procedurës, duhet zgjatet 3 muaj procedura dhe në këtë rast nuk ka përgjigje nga kuvendi. Është aktivizuar Peleshi, nëse ai ka fshehur provat që SPAK ka sjell, atëherë është aktivizuar. A mundet të vendosë një veto të tillë kryeparlamentari për të kyçur provat antarëve të Këshillit të Mandateve? Ai veto nuk e ka, por nuk ka një kontroll tjetër mbi atë veprimin e tij që ai të mundet të jetë i detyruar që të paraqes provat në Këshillin e Mandateve, thjesht paraqet kërkesën, bëhet një në fakt mbrojtje nga ana e personit që kërkohet i hiqet mandati, në këtë rast nga zonja Balluku, dhe në bazë të parashtrimit SPAK-ut, provave që duhet paraqiten, këtë rast domethënë kanë pengesë për t'i paraqitur, dhe mënyrën si e parashtron ajo që ka detyrimin për t'u mbrojtur, Këshilli i Mandateve voton për dërgimin në seancë. Boçi, vetë antarët e Këshillit të Mandateve nuk mundet të dorëzojnë kërkesën e tyre në të drejtën e tyre kushtetuese për t'u informuar për provat e pretenduara të kyçura patjetër që përfaqësuesit e Partisë Demokratike do ta bëjnë një gjë të tillë, pasi gjithë provat që ka parashtruar SPAK, sepse normal në parashtrimin e tij ai e shoqëron me prova. Ndërkohë Këshilli i Mandateve mblidhet nesër. Mblidhet nesër. Apo pas nesër. Ditë e premte nesër është seanca. Seanca e planifikuar me renditet përcaktuar se do duhet një seancë tjetër e jashtëzakonshme për t'u marrë me mandatin e zonjës Balluku. Pra, përfaqësuesit tanë do kërkojnë të gjitha provat që janë dorëzuar nga SPAK.
Në qoftë se SPAK pastaj ka vetëm parashtrimin, por besoj që bashkangjiten dhe provat, atëherë ato do bëhen të ditura në mbledhjen e Këshillit Mandateve dhe do bëhen ditura dhe për publikun, por sidomos për anëtarët që ata vendosin edhe në bazë këtyre provave. Boçi e pritshme të rezistojë, të bllokojë institucionet e drejtësisë të tjerë, po nga opozita a mund të ketë një rezistencë, a do të jenë të gjithë deputetët në sallë, a do të votojnë të gjithë kundër, Balluku do t'u hedhë përsëri Peleshi, çfarë do të kam parë këtë lloj dilemet ngritur në mënyrë kaq artificiale, do të them. Po pse artificiale? Artificiale se kjo nuk mund diskutohet, ne kemi një betejë të shpallur me korrupsionin e qeverisë. Kemi qenë iniciator të deklamimit provave të fakteve. Ka deputet të Partisë Demokratike që s'ka folur kur për këtë çështje. Dhe deklarata politike tani po ta bësh kështu ju kur doni e shkoqni muhabetin, kur nuk doni e bashkoni. Jo, po e flas në mënyrë popullore. Tash çdo deputet është përfaqësues i Partisë Demokratike dhe qëndrimi politik i Partisë Demokratike shprehet nëpërmjet ose kryetarit ose niveleve tjera, ose nëpërmjet edhe prononcimit të deputetëve në përgjithësi. Pra, ka disa ose. Në rastin konkret, Partia Demokratike ka shfaqur qartë pozicionin e saj dhe opinionin e saj. Dhe nuk mund ta fusim në matematikën e numrit të prononcimeve, që dikush është shprehur, dikush nuk është shprehur, sepse unë bëj pyetjen, jam pyetur gjithë? Se nuk jam pyetur gjithë, domethënë, ne na qellon që të jemi në studio dhe normal në rastin kur ju më bëni një pyetje. Është edhe foltoria e parlamentit. Po, foltoria e parlamentit ka një rendite, ka një kohë në dispozicion, ka dhe një mundësi për të folur. Kjo e treta i rrezon dy tjera, se mundësia për të folur e deputetëve të Partisë Demokratike përgjatë këtyre seancave ka qenë reduktuar, apo jo. Ja pra që bijem dakord edhe pse është bërë kjo? Pikërisht për të arritur këtë qëllim, për të hequr mundësinë që një pjesë e madhe e deputetëve të shprehin një problem duke vendosur atë goditjen si pika e ujit të ngurë, me qëllim që të gjithë të marrin refrenin e çështjes Balluku që është marrë, është ngritur. Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë, ka pasur përplasje, domethënë në sallën e Kuvendit, por dihet mënyra si menaxhohet, nuk menaxhohet nga PD-ja, menaxhohet nga Peleshi. Po mirë, artificiale do ta konsideroni të zoti Boçi edhe llogaridhënien që duhet keni përpara le të themi antarësisë Partisë Demokratike, po jo vetëm sa i takon çështjes së avokatit popullit. Minimalisht kontradiktor, një herë urdhër për të bërë qoka tek të gjithë, pastaj gabim, pastaj ndjes. Tash të them një gjë, domethënë, sepse është një çështje që ka marrë shumë vëmendje. Ka marrë shumë vëmendje, dhe çfarë do lloj fjale të rendisun tani këtu me ju në bazë të gamës së madhe të pyetjeve që më bëre. E drejta nuk është tek fjalët, nuk është tek parashtrimi. E drejta është tek emocioni, tek reagimi. Kështu që kur vi një moment që fjalët kenë vlerën e tyre dhe dëgjesën e tyre, atëherë do mund të hyj tek pjesa e fjalëve dhe besoj që sot çështjet që prevalojnë në situatën politike janë çështjet e qëndrimit të drejtësisë Ramës në raport me Ballukun, çështja e korrupsionit Ballukut, çështja e korrupsionit në Aksh që ka qenë portofoli personal i Edi Ramës, ku janë vërtitur miliarda euro që janë kanalizuar si përfitime, si interesa, pse jo edhe në atë pjesën e hedhjes parave për devijimin e vullnetit shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit, sepse thash është portofoli personal i Edi Ramës. Dhe kështu është dëshmuar, këto denoncime ka bërë Partia Demokratike, sot kemi një themi konvergim të qëndrimeve deklaratave dhe të veprimeve që kanë ndërmarrë SPAK-u, kemi masa arresti. Dhe këtu ka një problem shumë të madh, personat e shpallur në kërkim në arrest me burg nuk gjenden për disa të herë në Shqipëri, për shkak se ka segmente në policinë e shtetit që bashkëpunojnë me krimin e organizuar, njoftojnë personat e caktuar, në bazë të informacioneve ka pas edhe një mas penale ndaj një zëvendës drejtori mos gaboj, që ka qenë dhe pika e lidhjes. Akuza shumë të rënda. Nuk është vetëm ky pika e lidhjes, kemi parë rastin Bistri, rastet të shefin e operacionales, rastet tjera,
raste kur edhe endes janë deklaruar të kapur në komunikimin në Sky and Crochat, ku vërtet policia është sejmene e krimit, por unë do thoja jo sejmene vetëm aksionere. Vetë akuza që ka bërë kreu i SPAK edhe në komisionet parlamentare për drejtues. E ka bërë disa herë këtë gjë, nuk ka pasur reflektim, por nuk ka pasur dhe veprim. Në fakt, kur e ka bërë fillimisht, e kam dëgjuar me vëmendje dhe kam menduar që do ketë veprim, ka qenë para 2 ose 3 vitesh, por nuk ka pasur veprim, ndërkohë që ka pasur një listë shumë qartë në dispozicionin të tij, në tavolinë, ku flitej për krerë me emër, me mbiemër të policisë shtetit të implikuar në lidhjet e tyre me grupet kriminale të dalë pikërisht nga përgjimet në Sky and Crochat. Pra, këto janë ato problemet e mëdha që ka interes publiku, sepse sot jemi në atë situatën ku grabitet dhe bidhet në çdo anë. Është grabitur bujësia me IPARD-in, është grabitur. Është vjedhur shëndetësia me koncesionet, është vjedhur ekonomia me incineratorët, është vjedhur themi ekonomia rrugore e Shqipërisë, infrastruktura, është grabitur me rrugët, me qafploçën, me rrugët e tjera, me Unazën, po është vjedhur, me Llogaran, sepse kanë dalë. Pra këto janë problemet, kemi një vjedhje në të gjitha drejtimet. A vjedhet biznesi sot? Po më paqja fiskale është goditje për biznesin e ndershëm dhe legalizimi para spist. Dhe unë mendoj që me këto probleme ne duhet patjetër që të merremi, të transmetojmë, të shprehim shqetësimin politik dhe të ftojmë pse jo qytetarët të vinë, po ne thash si politik. Ne si politik duhet patjetër, e kam me ligjërimin tim politik, jo me ju, fare, ju keni drejtën, na bëni çfarë do lloj pyetje, dhe t'i ftojmë shqiptarët të shprehin protestën e tyre. Në fundit, e kam thënë në një prononcim, jo më larg se dje, bullgarët u ngritën sepse buxheti i tyre grabiste xhepat e bullgarëve. Dhe u ngritën për një arsye që këtu ta mendosh, ngrihet njeriu për buxhetin, këtu është e pamenduar ndonjëherë. Ndërkohë që ai vend e bëri Rumania sepse ju prek sistemi i drejtësisë dhe ka ndërhyrje, sikurse këtu Rama ka një ndërhyrje dhe ka konflikt me sistemin e drejtësisë. Dhe ndërkohë që vjedhjet dhe grabitjet janë në gjitha sektorët, në shqiptarët e ndjejnë në xhepat e tyre, në jetët e tyre, në uljen e standardit të jetës tyre, mungesës shërbimeve, të atyre standardeve që gjoja ne duhet i kemi europiane, arsimi, shëndetësia apo shërbimet e tjera në nivel lokal që mungojnë pothuajse fare. Jeni në prag të protestës kombëtare, keni thirrur më 22 dhjetor, keni zhvilluar protesta foltore 5 në mos gaboj përpara kryeministrisë, keni zhvilluar foltore të tjera në qytete, njësi administrative, edhe foltore të tjera nga eksponent të Partisë Demokratike paralelisht. A është e bashkuar partia dhe si e keni pritshmërinë për protestën kombëtare, nëse keni një analizë edhe për ato protestat foltore që keni zhvilluar deri tani, apo foltore që keni zhvilluar? Tani analiza ka të bëjë me zgjedhjet, nuk analizohen foltoret. Foltoret janë suksesive, vazhdojnë dhe kanë atë temi daljen e tyre të mesazheve politike për të konkluduar në një protestë e cila është thirrur në datën 22. Dhe ky është qëllimi kryesor. Është e bashkuar PD-ja. Këtu më ke ngacmuar në një perceptim apo një shqetësim që unë e kam shprehur. Sot nëse ka një sfidë, PD-ja ka bashkimin, nuk ka sfida tjera. Nuk ka krizë leadershipi. Sali Berisha është kryetari i partisë dhe kjo nuk ka diskutim, jo se e them unë, apo se e kam dëshirë unë, apo se jam unë në kryetari PD, sepse kështu e kam vendosur antarët e Partisë Demokratike me votën e tyre. Sot problemi më i madh që ekziston në PD, edhe ju bëtë mirë që ngritet, është pikërisht bashkimi. Bashkimi u iniciua, pati një gradacion rritje në prag zgjedhjeve dhe nuk vazhdoi. Dhe unë mendoj që për te zgjedhjeve ky është elementi ku ne duhet të investohemi, sikurse edhe marrja në konsiderate zhvillimeve politike dhe qëndrimet politike ndaj tyre dhe thirrja e protestave. Pra, dhe ky bashkim duhet të ndjek disa mënyra, kanale komunikimi, bërja analizës, kontakti me antarësinë, kontakti me njerëzit dhe ajo që shpesh është thënë fakt dhe nuk është kuptuar, por mbahet si tezë edhe nga opinionistët dhe nga ne, hapja e Partisë Demokratike. Nuk ka qenë e mbyllur Partia Demokratike, po ne e përdorim si stimul hapja. Çfarë do të thotë hapja? Që brenda strukturave të Partisë Demokratike të vinë ato njerëz që kanë pas një themi mërzitje, një kundërshti brenda PD-s, një qëndrim të ndryshëm apo të kundërt në një moment që është krucial për fatet e vendit,
Gjithë bashkohen sepse tek e fundit na ndajnë opinionet, por na bashkojnë qëllimet. Të paktën PD-ja ka pas këtë lloj ekzistence demokratike, gjithmonë ka pasur mendim ndryshe, gjithmonë ka pasur përplasje mendimesh dhe opinionesh. Po sa janë po në fund fare, mendimet ndryshe. Po përderisa mendimet ndryshe artikulohen, do të thotë që dëgjohen. Sepse nuk do të thotë që një qëndrim ndryshe është 100% i saktë, kur themi ndryshe ai ka të kundërtin e vet, ka rezistencën e vet. Dhe kjo mjafton që realizon komunikimin, kjo realizon pjesën e shprehjes lirshme të qëndrimeve, mendimeve. Dhe e rëndësishme është se qëndrimet mund të kenë ngjyra të ndryshme, e rëndësishme është që këto t'i shërbejnë organizimit Partisë Demokratike dhe t'i shërbejnë dhe të realizohen brenda strukturave të Partisë Demokratike, brenda kryesisë, grupit parlamentar, brenda seksioneve, brenda grup seksioneve, sepse aty është vendi ku bëhet debati për të organizuar partinë për çështjet e partisë. Jo thjesht me atë shprehjen që problemet e shtëpisë nuk dalin jashtë, dalin jashtë, dihet ajo. Nuk mund të them të shprehje, sepse nuk jemi organizat ilegale, jemi legale, tezat tona, dëshirat tona, mënyrën si organizohemi, ne e kemi publike dhe kemi në raport edhe me publikun. Por unë them që bëhet gjithçka brenda forumeve të Partisë Demokratike, këtë kam insistuar, nuk ka luks një parti të dalë përtej forumeve të veta, se ndryshe humbet pjesën e disiplinës dhe të organizimit. Po lukset për Boçi në momente të tilla i ka Partia Demokratike dhe ndihmojnë për bashkim. Askush nuk i dëshiron dhe askush nuk i stimulon. As leadershipi i Partisë Demokratike, as dikush tjetër që ndoshta ka një qëndrim të kundërt nga Partia Demokratike. E rëndësishme thash është do debat të bëhet brenda forumeve të Partisë Demokratike. Pastaj kur ka përcjell forumi, parashikohen dhe sanksione. Janë sanksione që duket në interpretim statutin e partisë kur flisni për sankcione. Po, të parashikuara ligjërisht. Statuti është ai që i përcakton, që rregullon marrëdhëniet brenda partisë, domethënë se ka shumë përcaktime pastaj dytësore. Por ndonjëherë edhe ai ka vlerën e vet relative dhe absolute. Çështja është që çdo gjë të bëhet brenda qëllimsisë që unë e paracaktova, që i shërben një bashkimi dhe jo ndarje dhe përçarje, dhe që i shërben në ngritjes së atyre problematikave ose dikush që i quajnë kauza që i shërbejnë PD-s që kanë kohën, momentin, formën e tyre dur. Është një marrëdhënie shumë delikate, drejta dhe pa drejta, domethënë po bëj unë një kapërcim kështu se rikthehem tek ai ndonjëherë ai pozicioni i të qenurit pedagog ose mësues, siç duan disa, unë kam shumë derë kur më quajnë dhe tillë. Është kadareja e pasionon shumë mirë e drejta dhe si te kalohet e drejta. Një e drejtë te kaluar kthehet në pa drejtë. Mund ta iniciosh si drejt dhe në momentin që ti e te kalon, atëherë është e pa drejtë dhe ai jep dy luftimin e Akilit me Hektorin. Dhe e drejta nga e pavërteta apo që ndahen me urdhër apo me Jo, me veprim, me veprimin tënd. Ja ta sqaroj pak se duket si e komplikuar, por shumë e thjeshtë. Është dy luftimi i Hektorit me Akilin, momentin që Akili ka drejtën e tij për ta vrarë Hektorin, e kalon drejtën e tij kur e tërheq zvarr. Kufon është e palejuar në pra një drejt shndrohet menjëherë në një pa drejt, varet nga masa. Nëse unë inicioj një aksion politik i cili është i drejtë, por mënyra si unë e performoj te kalon masën e së drejtës, kthehet në pa drejtë dhe merr sigurisht një penalitet. Askush nuk ka dëshirë të bëj penalitete ose të realizoj penalitete, as Ali Berisha, as Partia Demokratike, gjithçka është në menaxhimin ton. Nuk në këtë marrëdhënie nuk ka viktima, sepse shpesh duket, domethënë sikur është dikush viktim se dikush do ta përjashtoj ose ta penalizoj. Jo, ne kemi në dorë vetë. Jo, ne kemi vetë në dorë ta menaxhojmë, Boçi që kanë 12 vite në mos përdorim gjuhë populiste, po flasim, pra mos kapërcejmë fushat e diskutimit. Po flasim për të drejtën. Këtë rast pasojën e drejt për drejt në çdo rast, sidomos të keq qeverisjes e vuan qytetari, se për ato folem. Këto janë pasojat e ndjeshme. Sigurisht dhe pasojën e një përplasje brenda opozitës, po qytetari e merr dhe këtu është ajo që unë po kërkoj. Edhe kur kemi drejt,
ne duhet dim dhe kohën e shfaqjes drejtës dhe mënyrën se si e shfaqim atë, sepse një vërtet dhe drejta e vërteta që thatë ju, e thënë me zë mbi normalitetin, ty të duket e pa drejt, pavarësisht se përmbajtja e fjalëve të mia është mos e vërtet. Pra edhe forma në këtë rast ka atë pjesën e vet. Pra do thosh ti pse interpretove kështu. Në politikë marrëdhëniet janë akoma më delikate. Dhe unë dola në një fushë që ndoshta një pjesë e madhe e publikut thotë ky po bën teori, por në politikë pastaj këto vijat që përmenden janë përcaktuara, konturet janë qarta. Unë nuk jam i verbër, e bëj ose me dashje ta shkel, ose me ndërgjegje plot. Kështu që pastaj pjesa tjetër se ndodhi kjo, janë interpretime që do ekzistojnë. Boçi, nëse në foltoret, në protestat foltore nuk kishte rëndësi numri i qytetarëve prezent, patjetër që qasja për protestën kombëtare është ndryshe apo jo? Çfarë pritshmërish keni? Po pse ta themi në dyja rastet ka rëndësi rezistenca. Konsistenca, pra që të qëndrosh, të vazhdosh dhe jo thjesht, domethënë, e realizuam një herë ne, bën të madhe dhe këtu lajmëduart. Të vazhdojmë, jo, është mesazhi politik, është nxitja e qytetarëve dhe prandaj them edhe një protestë madhe, shpesh e kemi bërë këtë konfliktin e numrave, çrënsi kanë numrat, kemi bërë me 100.000, me 70.000 edhe produkti politik i protestës. Ai është i rëndësishëm. Për sa arrihet, me sa arrihet, pastaj kjo është çështje tjetër, se ka raste kur protestat mund të jenë vogla, por janë efektive, sepse arrin një qëllim të tyre. Dhe synimi ynë është jo tek pjesa thjesht të interpretojmë që sa ishim, si ishim shumë apo ishim pak. Nuk na shërben ky lloj ligjërimi. Konsistenca, rezistenca për të arritur atë qëllim që duhet bërë, sepse unë marr gjithmonë atë pjesën e interpretimeve të dy ngjarjeve që quheshin grumbullime apo protesta. Takimet që bëshin çdo natë tek doktori, gjithë thoshin që kot e bën del aty. Arriti qëllimi dhe po njerëzit që thoshin që kot që e bën thanë në sajt të rezistencës, konsistencës, arriti që të kap qëllimin e tij politik dhe rasti i protestave para Bashkisë të Tiranës, ku merreshin ca media, numrat ishin 50 më shumë, 50 më pak se herës tjetër, u hodh Molotov, dhe në fund fare u arrit që organet e drejtësisë të reagojnë jo në formën dhe mënyrën që e kërkonte PD-ja, në bazë fakteve dhe provave, por në fund për publikun ka një reagim, sepse sot zoti Veliaj është i akuzuar për korrupsion, për ato akuza që i artikulonte pikërisht opozita dhe një rol të rëndësishëm në këtë, që zoti Veliaj ka shprehur edhe vetë, fakt që di shumë mirë, nisuni nga ai, jo nga mua, ka thënë që ka qenë Sali Berisha, opozita, ajo që ka dash që më ka çuar në këtë gjendje fillimet e veta, kur kërkonte nga larg dashurinë e Ramës. Kurse mori atë pastaj filloi gjuaj edhe brenda sinoreve të veta. Por e vërteta, domethënë, është artikuluar shprehur dhe nga ata që kanë mësuar pasojën e qëndresës dhe rezistencës së Partisë Demokratike. Dhe këtu duhet të përqendrohemi. Ndërkohë ka një tjetër protestë aty, Lapaj, po jo vetëm, ka patur edhe protesta të tjera. Në 22 dhjetor si do veprohet njësoj si të hënën e kaluar, Boçi? Jo, nuk mund të them s'ka diçka që mund ta zbuloj, apo diçka të para përgatitur që unë po e maj sekret. Është protest, nuk dua ta përkufizojnë atë është vullneti i qytetarëve, ne duam dhe mendojmë që s'duhet jetë, si në rastet e tjera. Duhet ketë një risi gjithmonë brenda një proteste. Këtu kurioziteti shtohet pastaj, çfarë do bëj PD-ja, do sulmoj kryeministrin, këto skenaret fantazues, do përdori forcën, se pastaj e ndryshon ligjërimin media që spinon qeverinë, thotë ja këto po bëjnë dhunë etj etj. T'ja lëm protestës më mirë, është kot them unë, bëjmë lajm që do klikohet, por që s'do thotë gjë. Jo, e kisha dhe atë grupimin tjetër që janë aty duke protestuar. Po, me atë kemi shprehur qëndrimin tonë, ka pas ftesë nga Partia Demokratike. Zoti Berisha në fjalën e tij të fundit para kryeministrisë, themi e ngriti në qiell aktin e zotit Lapaj si qytetar. Ndërkohë kishte një bulevard larg Boçi Lapajin, një qytetar edhe u lëndua aty, theu këmbën. Jo, nuk kanë qenë të njëkohshme. Jo, se më ashtu të njëkohshme.
pse e bën të njëkohshme, domethënë nuk ka qenë njëkohshme, ka qenë suksesive. Ndodhi ajo, pastaj erdhi protesta jonë, pra përplasja. Lapa ishte një bulevard larg protestësuar. Po e tham kështu i bie që ishte disa metra larg nesh në momentin që ne bëshim protestën, po si ishte kështu. A do të bëheni bashkë ta Po pra po, ja, këtë. Kjo po është më qartë. Ai thotë unë i ftoj partitë pa logo. Unë nuk dua logo partish në protestë. Dhe një herë, po tashi si ti them unë Lapajt që po dola unë quhem deputeti PD-s apo quhem vetëm Luciano Boçi. Jo, unë quhem deputeti PD-s në opinion kështu njihen. Sali Berisha njihet vetëm Sali Berisha, erdhi Sali Berisha qytetari apo kryetari i Partisë Demokratike. Është një simbiozë organike kjo. Lapaj nuk e di si e ka marrëdhënie me partinë e tij, e di vetë ai si e ndan. Por nuk është gabim që ai dilet edhe si parti aty, nëse unë nuk shoh dhe nuk është kjo sfida, më duket justifikim fakt, domethënë ta themi troç edhe drejt për drejt. Sepse PD-ja ja bëri edhe ftesën për të folur madje, por nuk e kishte pa mesazhin. Nuk e paragjykoj fare. Mund edhe të ndodh. Sepse jo, na ndodh gjithë në ato kushte ndodh. Por çështja është që ajo ndodhi dhe u ka përcyer me mosparjen. Tani ftesa është që t'jesh, domethënë në kuptimin se PD-ja sido që tjetë është parti e madhe, është partia kryesore, lokomotiva opozitës. Tash edhe trish kemi të njëjtin qëllim, duan protestojnë, por ne po rrim ke ana tjetër e bulevardit. Kjo pastaj logot nuk na ndajnë sepse është kërkuar vazhdimisht në Tryezë, është thirrur dhe në Tryezën për territorialen dhe kodin zgjedhor të bëj pjesë, domethënë PD-ja nuk është kaq fraktare në sjelljen e saj, madje është munduar të tregojë një sjellje gentlemanësh në raport me partitë e vogla, duke marrë pasojë edhe për vetën e vet. Patjetër. Edhe ka marrë historikisht, jo vetëm rastin e fundit, ka marrë historikisht edhe në rastet pararendse me partitë tjera dhe sepse kështu është organizuar në kuptimin pluripartijak, pluralizmit, e ka në mendësi atë pjesën e pluralizmit edhe në koalicion edhe në mënyrën si funksionon edhe për pjesën e demokracisë brendshme. Dhe ndonjëherë na interpretohen si tmeta, domethënë ne themi që janë parime dhe vlera dhe standarde, se tash e di si është bë dhe politika normal ka përcyer çdo lloj standardi. Nëse je i poshtër, nëse je themi ne idealzuar, themi ato shprehje popullore i lacak, ti vlerësohesh, domethënë madje merr merita, se gjithë to kurthet që ngrihen politik quhen merita, hyn tek mençuria, unë nuk e di pse hyn ke mençuria, po ka të bëjë pak mënyra si është përcjell politika ke ne. Ne vazhdojmë të rezistojmë pse nuk dim ne këtë pjesë, jo, do të them fuqia e karakterit njeriu është që ai e njeh dhe e di hilen, po nuk e aplikon dot vet. Normal kundërshtari që ke përballë është performant në atë pjesën e tij, është e merr atij gjykimin, domethënë do e japi dikush tjetër për mënyrën se ai vepron. Ne s'mund të shkëputemi dot nga parimet e standardet tona, pavarësisht se mund dalin momente caktuara dhe jo simpatik para publikut, madje edhe duke na atakuar dhe sulmuar, por ne i përmbajmë atyre parimeve. Fundit e vërteta konkludon. Gënjeshtra sa të veshje e vërteta pantallona ka bërë xhiron e botës. Unë e di shumë mirë këtë gjë, por në fund fare e vërteta është ajo që triumfon, sepse duket qartazi që ajo po ndërton rrugën e vet dhe qartazi duket që kjo qeverisje është ajo qeverisje që ka mashtruar për 12 vite dhe që është më grabiçarja që ka përjetuar historia. Dhe një pyetje të fundit, Boçi, kanë frikë qytetarët protestojnë? Po, kanë frikë, është vërtet, ta themi troç. Si mund ta vrasin këtë frikën? Shumë e domosdoshme, është prandaj Berisha përdor shpesh atë tok fjalshin kohë e guximtarëve. Domethënë duhet mbytur frika, duhet tejkaluar frika është instinkt, mbrojtës në fakt e njeriu. Dhe ky instinkt është në raport me sjelljen e qeverisë. Në fakt shtetet demokratike këtu dallohen tek lënia e respektimit lirisë të qytetarit, që ai të shpreh qëndrimin e tij, kritikën e tij dhe pse jo protestën e tij. Ende merret leje për protesta, ndërkohë që gjykata kushtetuese ka qenë i qartë. Jo vetëm po, është e drejtë qytetare dhe nuk mund të refuzohet dhe të mohohet. Por ai vendim ende, domethënë, nuk aplikohet dhe bëhet sikur nuk ekziston, se ka gjë, kush e konsideron sot gjykatën kushtetuese? Është e komanduar, i ka rënë edhe reputacioni, sepse Rama e mori me një çështje krejt personale, e vurin rresh gjykatën kushtetuese, nuk ishte asnjë tagër për ta shqyrtuar çështje dhe shqyrtohet dhe ja dha. Por dalim tek frika ekziston, tek punësimet, ne jemi njerëz që jetojmë në lidhje të shumë fishta, edhe ju e dini dhe unë e di se si trysnohen, se si penalizohen, se si goditen,
se si defavorizohen edhe në vazhdimsi, do thënë i heqin shpresën, i heqin mundësinë, i detyrojnë të largohen, se kjo ka ndodhur. Dhe normal në presionin ekonomik, në presionin e interesit, në presionin vazhdojnë, megjithëse janë larguar 1.1 milion, vazhdojnë në kërkesat dhe ato njerëz që sulmohen dhe atakohen dhe nuk kanë asnjë hapësirë që të realizojnë profesionin e tyre, dëshirën e tyre, ëndrrën e tyre, tarthin e tyre, ikin sepse i pengojnë në gjitha format. Dhe kjo është përndarë në gjithë nuklet e shoqërisë. Pa u fotografova, është shpreha më e zakonshme që sheh sot, ndërkohë që unë jam qytetar i lirë dhe unë dua të shpreh protestën time. Por pasojat që merr qytetari nuk është vetëm arrestimi në kundërshtim me kushtetutën që e marrin dhe e plasin mbi Ruc, është dhe pasoja që i vjen për familjen, për ta fëmijët dhe rritet fusha përgjegjësisë morale. Dhe përballë këtij presionit të madh që e ka instaluar kjo që ai shef është me ty emocionalisht, por thotë unë po e shoh nga televizioni, nuk po marr pjesë aty sepse jam me ju, por nuk mund ta them. Unë e kam përjetuar vetë këtë gjë. Fushata elektorale. Njerëzit kishin frikë të ekspozoheshin. Edhe kjo është të merri më i madh, domethënë, a jemi në demokraci? Jo, nuk jemi në demokraci, fare. Nuk ka nevojë unë t'jap përcaktime politike, kapja shtetit, institucionet e pavarura. Mjafton një test me qytetarët që ai ka frikë të shfaqet, ai ka frikë të shpreh mendimin e tij, ka frikë të shpreh protestën e tij. Dhe këtu është paketuar gjithçka, duhet një ndrim total, sfidë shumë e vështirë është, në fakt, jo më kot themi që i ngjason viteve 90, ndoshta në atmosferat ndryshme, por qëllimet janë pothuajse të njëjta dhe thelbi është i njëjtë, sepse këtu janë kufizuar lirit politike, lirit ekonomike, drejtat e njeriut janë cënuar dhe kërkohet një përmbysje shumë e madhe e shoqërisë shqiptare, sepse sot edhe parimet e kapitalizmit tregut lirë janë shuar dhe ne jemi në një situatë kaotike, ekonomike, politike dhe sociale. Boçi, ju falenderoj për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju, zonja dhe zotërinë Andoqët.